Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, ne kemi vazhduar bisedën, jeni duke dëgjuar doktor. Ato që si bëri do të më bëri vetë kë. Sa i donte këto në atë kohë se ljubë. Rikthehemi në studio, i themi dhe për publikun ato që po flisnim. Jam me Sali Berishën, kryetari i Partisë Demokratike, deputeti i saj, me El Muratin dhe Argim Baçin. Në pjesën e parë kemi folur për gjitha që kanë të bëjnë me manipulimin e pretenduar të zgjedhjeve, me faktin që Partia Demokratike do kërkoj pavlefshmëri të zgjedhjeve, nisur vetëm nga fakti i votës së diasporës së Greqisë, e cila ka ardhur me nën kontraktor. Zoti Berisha na tha në pjesë të parë që nuk e di se kur do të shkojë në Amerikë, do të kërkojë nga Amerika mbështetje që të ketë seanca dëgjimore në Kongresin Amerikan, dhe po ashtu gjithë procesi i evidentimit dhe i dokumentimit të pretendimeve për manipulimin zgjedhor, manipulimet pretenduar është një proces i gjatë, i cili në fakt do duhet të presi, sipas doktor Berishës, edhe raportin përfundimtar të OSBE-Odirit, që megjithatë ka evidentuar diku te 35, më thatë mua, shkelje deri tani. Atëherë, lind pyetje. Të rënda. Okej. Atëherë, doktor, një pyetje të shpejtë që e prenova pak Argim Baçin ta përmendte. Kjo lloj betejë me gjithë problemin në nivel makro, pra vota, manipulimi, Edi Rama etj, ka sjell një betejë të brendshme brenda llojit. Sot Adriana Kalaja, kandidate në Tiranë, një nga avokatët më të zëshme tuaja, të familjes tuaj, të çështjeve që ju keni me drejtësinë, e ka quajtur Jorida Tabakun sudja e PD-s, që i ka fituar votat preferenciale me parat e oligarkëve pranë Edi Ramës. A keni një koment për këtë? Komenti më shky. Jorida Tabaku është sot deputetja më e votuar e Partisë Demokratike dhe unë nuk kam absolutisht asnjë të dhënë për atë që thotë zonja Kalaja. Unë mendoj se çdo njeri, cili do qoftë, para se të bëjë një akuzë publike, do të paraqes fakte dhe dokumenta. Unë nuk kam di dhe me që jam këtu, ta them atë. Ai është dhe kryetari i gjykatës së partisë. Ka përgjegjësi goxha të madhe në deklaratë. Ka shpreh një mendim të vetin, unë s'kam, unë po them, di që Jorida Tabaku ka bërë fushat ndër më intensive që mund të ketë bërë kush. Dhe me qenë se jemi këtu, Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku u votuan shumë. Jeni penduar që nuk i latë listët hapura dhe nuk respektuat atë që votuan primare në çdo qytet? Nuk i latë në listë mbyllur, se në hapur ishin. Jo, nuk i latë të gjithë listat hapura, apo këta të më të votuarit i lidhin të listët mbyllur? Tani. Sepse janë dy që treguan që politika konfliktit, më thënë, nuk vlerësohet shumë, politika e qetë që ndoqi Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti u votuan në Tiranë goxha në mënyrë masive. Tani, Partia Demokratike nuk është se nuk kishte disa probleme gjatë viteve që shkuar. Po unë të them që fakti që ata performuan në atë shkallë dëshmon reputacionin e tyre dhe ndjej keqardhje që Ilir Ali Mehmeti nuk është në parlament me atë mbështetje të fuqishme që ai ka siguruar. Ka dhe për këtë është merit e tij, është një personalitet me reputacion të lartë. Por Partia Demokratike nuk ka vetëm parlamentin. A jeni penduar që keni futur 8 aleatë, zoti Berisha, në listën e koalicionit, pra 8 kandidat për deputet, një pjesë e mirë e cilëve në listën e mbyllur? Pra, ndjeni që aleatët, si thuaç nga pikpamja elektorale, nuk u përgjigj me vota për çmërive? Jo, nuk u përgjigjen vota, sepse ai bëri një betejë më të egër për shkatrimin e tyre, sepse Ilir Metën e marrë në burg si të burgosur politikë dhe për urrëtie personale pa asnjë akuzë konkrete, sepse